kur nuk duhet pyesë ja bën qefin shefit apo ja prishë qefin shefit. Sot vuajmë sepse edhe ju shikon edhe në Partinë Socialiste. Kemi një diskutim që përballet me shefin. Edhe Partinë Demokratike paga shumë, po na përsëritet një dhe gjë. Duhet njerëzit të diskutojnë. Unë nga Partia Demokratike pres më shumë zëra që të jenë të pavarur. Edhe i mirë kuptoj gjithmonë zëra të pavarur, nuk janë për politikën e përjashtimeve. Sa më i larmishëm të jetë dinamika e diskutimeve, më e fuqishme është kampi opozitar. Sa më strikt, sa më unikal të jetë. Ne nuk vujmë për unitet, ne vujmë për të kundërtën. Unitetin e ka çu këtu ku jemi. Duke pasur parasysh zoti Dika pra një moment kur ndoshta opozita po shfaqe edhe tensione brenda partisë, mendoni se i gjithë ky zhvillim pra ka një krizë, tregon se ka një krizë më të thellë brenda Partisë Demokratike dhe nga ana tjetër sa serioze janë dhe pretendimet për lidhjen mes Ervis Salianit dhe kryeministrit Rama? E keqja është se Seriani i kalon disa precedente vetës që lejnë për të dyshuar. Cilët janë ato? Pastaj, Rama nuk i duhet një talent i madh me ble Salianin apo me kompromitu Salianin. Rama ka kompromitu tip Megonigal, ka kompromitu figura shumë më të larta në botë, ambasadore, Mogherinin. Ku e ka Rama problem një ish deputet si Saliani? Me bled. Rama bled, sepse ka miliona pa hesap, ka privilegje pa hesap. Ai kur nuk i del me të fal 5 lym bregdet, fal një ishull komplet. Ai ja ku të bleu. Ai që s'blehet me pak të Rama, blehet me shumë. Filozofia e tij. Të blen Rama. Kështu që qytetarët kanë vënë drejt kur dyshojnë për Salianin, se ai herë ka dalë me shkop bezbollin dorë kundër opozitarëve të vërtet. Për s'dyti herë mund ta gënjesh tjetër, për s'dyti. Po le dalin tjerë, nuk vetëm Saliani ka opozitën më. Ka sa duhet tjerë. Por duke parë argumentin e të quajtur për as si vetë përjashtim, zoti Dika shtrohet një tjetër dilemë ku pyetja lind se ku fillon dhe ku mbaron përgjegjësia individuale e Ervis Salianit në të gjithë këtë situatë tashmë që është treguar. Jo, unë jam që Berisha duhet ta lejojë që Saliani të futet në votime. Pastaj, a fiton, as fiton, kjo që themo është subjektive, nuk është e padiskutueshme. Ky është mendimi im. Mbase që unë mund ta mendoj shumë njerëz se Saliani nuk fiton. Mbase unë kam gabim dhe Saliani fiton, unë detyron të jap dorën dhe bravo të qoftë. Fleksibiliteti i mbrëmshëm i kushiencës së njeriu përbën edhe fleksibilitetin e një force politike. Në këtë frym duhet ta shohë çdo demokrat. Unë nëse jemi bindur që ai nuk ka kredibilitetin e dur, i them hajde zoti, futun. Janë 2 kandidatura, hajde bëmi 3, janë 13, bëmi 15. Futun. Me voto është aty. Merë votën. Kështu që tu ka gabim Partia Demokratike edhe Berisha që nuk e pranojnë. Ky është mendimi im. Por nga ana tjetër, zoti Dika, kur opozita duhet të jetë e bashkuar pra në momente si këto, mendoni se rrezikoni gjithë ky konflikt tashmë që është krijuar mes këtyre dy politikanëve të dobësojnë ndoshta dhe rolin e opozitës dhe vetë Partisë Demokratike përballë Ramës? Shiko, bukuria e një organizmi politik, e një fushë demokratike është tamam kjo që mos marrëveshjet i zgjidh vota. Jo toni i presionit apo volumi i fjalës, i zgjidh vota e lirë. Sa më tolerancë, sa më hapësirë votës demokratike, aq më lehtë zgjidhen problemet. Po fillon fyrjet, po fillon klanet, po fillon byryllat, nuk jemi në një zhvillim politik. Duke parë të gjithë tonit deklaratave publike që janë bërë tashmë së përket kësaj situate, zoti Dika, mendoni se po kalon debati tashmë në debati nga politik në personal brenda vetë kampit opozitar? Personal nuk mund të themi dot se Sali Berisha aty nuk përfaqëson thjesht kryetarin Sali Berisha, përfaqëson një figurë shumë karizmatike, përfaqëson historinë, është një arkiv lëvizës ke Partia Demokratike. Berisha në fram mënyrë kur jep një deklaratë me kompromton dhe mua si mbështetësin e tij.
apo më ndëron dhe mua si mbështetësin e tij. Kështu që Sali Berisha nuk është thjesht individ. Ndërsa Saliani nuk përfaqëson asgjë. E Saliani përfaqëson vetëm veten e vet. Qartë. Kjo është ndryshimi. E qartë. Mirë, zoti Dika, nuk mund i vemi para spesh. Në fakt, çështja e fundit që do doja trajtoja është ajo që përmenda edhe në fillim, pra se i përket situatës së krijuar tashmë në Shqipëri nga rritja e çmimit të karburanteve dhe jo vetëm se i përket konfliktit tashmë që po ndodh në lidhjen e mesme pra Shubaj, Izrael, Iran. Si shpjegoni të gjithë rritjen e vazhdueshme të çmimit të naftës në Shqipëri, zoti Dika, edhe në momente kur edhe në tregje ndërkombëtare ka luhatje? Jo, unë sa herë që flas në radhë parë kërkoj të jemi ndershëm me veten time, pastaj me atë për cilën fritet. Që të jemi të ndershëm, një pjesë e gjithë këtij aksioni është e shkaktuar nga ngjarjet gjeopolitike ndërkombëtare dhe nuk mund të hedhën gjithë fajin Ramës. Kjo nuk du ta justifikoj Ramën, sepse Rama ka dhe ka shumë faj. Pse do të thoni jo? Shqipëria nuk mund të krahasohet me gjithë vendet e tjera të rajonit, sepse fatmirësisht jemi një vend që kemi edhe prani të burimeve të naftës. Me sa kam studiu, me sa kam bë kërkime unë, ne nxjerrim naftë nga 15.000 deri 20.000 barile në ditë. Dhe fatkeqësisht populli jon ju ka heqë drejta të di se çfarë pasurie ka ky komb. Nga gjithë klasa politike shqiptare, sepse kërkoj që këto shifra duhet i lakoj dhe opozita i qikë mirë publik dhe nuk i lakon. I vetmi burr shqiptar që unë i heq kapelen, që i thatë vërtetën shqiptare lidhur me këtë argument, ishte Adratik Llalla, ish prokuror i përgjithshëm. Ai u drejtuar shqiptari i mërzitur kur një ambasador amerikan i shkon zyrë dhe i thotë, ti nuk duhet ta gjykosh një firmë amerikane që po vjedh Shqipëri. Një firmë amerikane bankës që po vjedh në Shqipëri, nuk po respekton të kushtet e kontratës, nuk po paguon si duhet punëtorët. Punëtorët e kishin hedhur në gjyq dhe ky si prokuror i përgjithshëm donte të bënte seancën, i shkon ambasadori në zyrë. Kjo është një ngjarje shumë e rëndë. Edhe çuditërisht shqiptarët e harrojnë shpejt. Ç'a ndodhi me këtë njeri? Vend që me nderu me vund pjedestal, e futën në burg. Me çfarë akuze kanë fut? Qesharake. Kur ka deklaruar vlerën e shtëpisë, vend sa ta deklaroi 70.000 euro, ka deklaruar 50.000 euro. Kjo ishte gjithë korrupsioni Adratik Llalla, nuk di si e ka pasaj, ase nuk e njoh. A ka ma turp? Mas asaj të vërtetë shqiptare nuk ju ka thonë një gjysmë fjalë për bankers. Vazhdon të mahet probleme ashtu. Unë jam filo-amerikan, sepse jam njeri i persekutuar nga komunizmi dhe tek Amerika kam parë shpresën. Por kjo s'më bën kurrë të ngatroj madhështinë e Amerikës me figurën e korruptuar të një ambasadori. Nuk kam frymë. Kam kurajën të dalloj, nuk përfaqëson ambasadori i Amerikën. E përfaqëson zyrtarisht. Po jo kur dimisioni i Amerikës. As presidenti vet jo. Kur gabon. Ne nuk duhet të bëhemi shkas për hir të një karrige, për hir të çokave politike, çdo gjë që bën Amerika Shqipëri ti bëjmë amin. Kjo është një gabim i rëndë. Edhe tu ka abuzime. Për shembull Rama na paraqet bordi bordi i transparencës. Bordi i transparencës. Unë i quaj bordi i oligarkëve. Ai bord është ndërtuar me rujt e Ramën, interesat e Ramës dhe të oligarkëve të Ramës. Ai nuk ruan shqiptarët. Në Shqipëri merret nafta dhe benzina më shtrin se në Itali. Këtu një pensionist merr 1.300-400 euro pension, një qytetar merr 1.700 euro rrogë, edhe e ble benzinën 1.700 euro. Shqipëri, një pensionist nuk e them ose merr se dini ju më mirë se unë, di shqiptarët më mirë se unë, a dhe rrogën e di shqiptarët më mirë se unë, dhe merr më shtrin se këto. Tu ka abuzim. Pa llogarit atë naftën tonë që na ik pa e marrë vesh se ku po shko. Tu është faji Ramës. Te du të bëjë opozita, t'ja sqaroj me detaje, me fakte, se është atje, unë nuk jem atje, kam 29 vjet larg. Nuk e bën opozita i gjatë tillë. Qartë. Unë bëj analiza, një fut ke një figurë e lartë e opozitës, edhe kam pa statusën tim Facebook, ai ka çerekun e kontributit tim Facebook,
kundra këtij korrupsionit të madh qeveritar. Maksimumi ku shkruaj fjalë thotë ka shkel neni 18. A do me ditë qytetari ku shon neni 18? Qartë. Aq pjesërisht e bojmë opozitën, aq për pasat e bojmë opozitën. Këto janë problemet e vërteta të opozitës, që duhet të shohë mirë doktor Berisha. Ka nevojë për njerëz që të kenë luftarak, të kenë frym, ta thonë të vërtetën troç, pa frikë. Jo opozitar me vil. Atje në njët me gjiknurin. E qartë, mirë. Zoti Tiga, atëherë për të mbyllur, mendoni se sa i përket bordit transparencës që ju edhe përmendët duhet të ketë një rishikim? Bordi i mbrojtjes së oligarkëve, jo i transparencës. E qartë. Duhet të ketë një rishikim sa i përket mënyrës dhe si përcaktohen çmimet në vendin tonë dhe nga ana tjetër, cila është përgjegjësia tashmë politike që mban qeveria për të gjithë situatë që është krijuar. Pra, unë thash edhe në fillim, jo vetëm rritje të çmimeve të karburanteve, por edhe rritje të tjera sa i përket situatës në vendin tonë. Jo, Rama duhet pranoj publikisht që është një politikan disa herë më pak i aftë se Kurti. Nëse nuk e di sa ka Kosova çmimin e benzinës dhe të naftës, po më duket se ka më pak sa Shqipëria. Është në vendin tonë, po. Ashtu. Bravura apo aftësia e një politikani është tamam mirëqenie që krijo populli i tij. Nëse Kurti i ka kriju qytetarit vet një pension më të lartë, një çmim më të ulët, është disa herë më i zoti si Rama. Këto mbështetësit e Ramës është lider global. Nëse kemi zgjedhur Ramën për të qeverisë Amerikën, as Anglinë, e kemi zgjedhur për qeverisë Shqipërinë dhe 1 milion gjys popull. Në asaj popull e kalon me çmime të larta dhe me rroga e pensionit të ulta, nuk din me qeverisë do të hapi krahun. Pa fol për gjithë ato korrupsion që ka mas qafe. Qartë. Mirë, zoti Tiga, pyetja e fundit për ta mbyllur. Mendoni se mbas gjithë këtyre problematikave që ne sapo përmendëm ditën e sotme, Shqipëria tashmë është gati për të